Janë plot 11 objektiva strategjik, të cilët do të përfshihen në kuadër të këtij programi të ri, duke filluar me forcimin e identitetit lokal. Ky program në këtë kuadër do të fokusohet në ndërtimin e muzeve lokal, të cilët do të jenë fokusuar në identitetin që kanë zonat caktuara të Shqipërisë, aq më shumë duke marrë në konsiderat zhvillimin që tashmë sektori i turizmit ka, por në njëjtën kohë për të krijuar dhe për të forcuar dhe më tej identitetin lokal që ne kemi në territor. Përmirësimi i funksionalitetit dhe aksesit në zonat urbane. Këtu tashmë po fokusohemi në ndërtimin e parkimeve për të krijuar akses të qëndrueshëm në zonat urbane. Janë tashmë evidentuar plot 160.000 metra katror sipërfaqe në 12 bashki, të cilat kanë një potencial deri në 15.000 poste parkimi. Jemi fokusuar në bashkitë që kanë jo thjesht intensitet urban të theksuar, por mbi të gjitha dhe flukse turistike të konsiderueshme. Objektivi i tretë është rigjenerimi i ish hapësirave industriale në asete për komunitetin. Janë ish fabrika të cilat janë privatizuar ose janë pjesërisht të privatizuara ose janë plotësisht në pronësi shtet, shërbime parsorë që i vinë në ndihmë komunitetit, duke filluar me ambiente sportive apo zona rekreative, por në njëjtën kohë duke parë me himtësi dhe zhvillimin ekonomik lokal, sidomos duke orientuar nëpërmjet startupeve të reja. Tashmë jemi duke trajtuar një numër të konsiderueshëm bashkisë që do të jenë model i kësaj nisme. Transporti do të jetë i bazuar në autobusa elektrik. Bashkia e parë e cila do të pilotohet do të jetë brenda 3 mujorit të fundit të këtij viti. Kjo do të jetë një mundësi transformimi rrënjësore për këtë shërbim në nivel lokal.